report reveals how disinformation narratives were propagated not only by domestic political actors, but also by external forces, with narratives aiming to destabilize public confidence in Kosovo electoral process. The spread of hate speech and dehumanization language was alarmingly prevalent, with certain groups and individuals targeted disproportionately, especially women in positions of influence. The European Union remains deeply committed to supporting media freedom, fact-based journalism, and efforts to combat disinformation. Në kontekstin e ndryshimit të arkitekturës globale të sigurisë në botë, sot dezinformata nuk është thjesht një mjet propagandistik, por është një armë e luftës hibride që synon të minojë institucionet legjitime, të dobësojë besimin publik dhe të krijojë pasiguri në vendimarrje të cilat po kthehen prapë rrezikojnë sigurinë nacionale të vendit tonë. Prandaj kur dezinformatat lidhen drejt për drejt me shtetin dhe me shtyllat kryesore të shtetit, ato nuk janë më vetëm sulme ndaj individëve të caktuar, por ndaj vetë shtetit dhe shtyllave mbi të cilat qëndron ai shtet, ndaj vetë sigurisë së tij. Ky raport publikohet dhe botës do japim po ashtu mësimet e Kosovës në përdorimin e inteligjencës artificiale në zgjedhje ose në procesin zgjedhor. Fatkeqësisht, edhe në këtë rast do ju dhojmë përvojë të keqe dhe do ju dhojmë mësime të mira se çish me trajtu gjatë kohës së cilën e kemi trajtuar raportin. Mirë po është shumë e qartë që gjatë zgjedhjeve të fundit në Kosovë ka pas një fushat dezinformuese dhe një fushat me materiale të urrëties e cila është nisë dhe është kriju prej Kremlinit, pra prej qeverisë ruse. Disinformation was more, let's say, fueled through divisive narratives and through hate speech for one another, for different political opponents. And this was then amplified by the media, but also by social media exponentially, I would say. Gjatë monitorimit që kemi bërë këtë vit, si demokraci për zhvillim dhe anëtarë e demokracisë në veprim, përmes një platforme të veçantë, ku i kemi analizuar edhe materialet e mediumeve të cilat operojnë vetëm online dhe i bëjnë këto shërë në jetës sociale, janë më shumë se 80.000 artikuj të cilat kanë përmbajtje të gjuhës së urrëties që ju drejtohen grave në situata të caktuara. Sa më shumë gratë, fatkeqësisht në këto zgjedhje kemi parë pa gratë që kanë qenë pjesë e diskutive publike dhe pjesë e fushatës zgjedhore. Sado që ka pas media dhe portale që kanë raportu shumë në favor të një partie duke dezinformu ose në format e tjera, po ashtu ka pas media profesionale cilat e kanë ofru informata të sakta te qytetarët të cilët, unë mendoj që qytetarët në Kosovë, kur ka kriza ose kur ka momente shumë transishme, ata dinë me zgjedh ku me shku më informu.